them këtë gjë për një arsye shumë të thjeshtë. Se kam edhe reagime nga njerëz të faktuar, normalisht apo komisionerët e Partisë Demokratike, në Qamil Basan dhe të tjera, të cilët janë të zhgënjur dhe janë të indignuar me qasjen dhe sjelljen e Partisë Demokratike në raport me komisionerët dhe normalisht në një kohë që i vënë dyshim thashë ndërgjegjjen e tyre. Në një kohë që nuk i besonin Partia Demokratike ose nuk ka besuar, nuk i beson komisionerët e tyre, normalisht të tyre, po i beson të administratës së Celibashit. Në një kohë që ka bërë luftën më të madhe për kohën zgjedhore, duke mos pranuar që të kemi një nga administrata shtetërore për shkak të politizimit, të cilët edhe mund të pa diskutim, por edhe argumente të tjera, për shembull që votimi elektronik, numërimi elektronik që do ishte që në gjithë Europën jemi të vetmi shtet që vazhdojmë të kemi në periudhën, po themi, por do temi arkaike në numërimin me dorë, që vazhdojmë në numërimin e votës, të dalë rezultatit në një kohë, të kemi rezultate problemet që kërcitje brajaku për vota e shumë gjëra tjera, që duhet në një kohë që njësia 5, njësia edhe Vora dole më shpejt. Në një kohë që KDZ kishte propozuar që Elbasani, Tirana, Durrës dhe Fëmijërit të qarqet më mëdha, që kishin vetëm atë votë dhe votuese, do të kishin votimin dhe numërimin elektronik gjithë secili të hub poshtë nga Partia Demokratike dhe kjo është për të ardhur keq. Pra, po të shikosh retorikën pas çfarë do palëzjedhësh, çdo gjë, në çdo moment do kjo gjë, kush është? Që ka bërë zgjedhjet atë ditë forca politike të rësi, në këtë rast demokratë dhe opozita Partia Demokratike kërkon që të fillojmë thotë përmirësimin e kodit zgjedhor, përmirësimin për zgjedhjet, thua se duke po përmirësimit të caktuar atë për rrëlloj problemin. Nuk i bie problemi në kokën, në çkuptim. E fillojmë tek temi. Atë bëj shumë rëndësishëm. Tani kemi një sistem të formuar që vetë do të bëjë bashkë. I parlamentit Partia Demokratike dhe ja thonë që ky kod duhet me është shkatrimtar, shprastar, shumë gjë, po s'kisha donim të kështu. Dhe në një kohë që propozimi vëlisën ndryshme me bërë vetë Partia Demokratike. Në një kohë që po të kaloj kohë vitit 2005, e më parë në sistemin zgjedhor majoritar, kemi parasysh të vetë kandidatët, çdo që ishin ato, Partia Socialiste, Partia Demokratike, gjithë partitë e tjera, ishin në zonë zgjedhore të koncentruara në të vogla, 100 zona zgjedhore. Kemi parasysh që ishte një mundësi, po themi, më maturimi apo përkushtimi apo monitorimi dhe lutje më e plot nga vetë kandidatët dhe forca politike të cilët menaxhojnë më mirë zgjedhjet, që sa në mënyrë që nuk dihet asnjëri se merr asnjëri përgjegjësi, thjesht sigla si partive, si Partia Demokratike ose Partia Socialiste, ndërsa individët pastaj janë ato të cilët të krijojnë probleme për forcën politike. Zoti Sula, ju thatë pak më herët që çdo gjë duhet faktuar. Pra nëse ka akuza, duhet provuar dhe duhet faktuar. Në fakt, zoti Berisha çdo ditë në konferenca përshtyp përcjell video, përcjell dëshmi, përcjell mesazhe zanore apo edhe me video, sipas të cilit faktohet masakra zgjedhore. Madje ai tha sot se Partia Demokratike është në një fazë dokumentimi të farsës elektorale. Sa i keni ndjekur, zoti Sula? Sepse tashmë fakti që edhe seancat plenare janë të rralla, ju jep edhe më shumë mundësi që të shkëputeni nga jeta parlamentare, cila është drejt fundit i këtij sesioni parlamentar. Prandaj them sa i keni ndjekur. Çfarë është dokumentuar sipas jush? Duhet të jemi të qartë që në fillim të fjalës dhe për çdo qytetar shqiptar në Shqipëri nga viti 91 deri sot nuk është se janë bërë zgjedhje të lira të ndershme dhe zgjedhje të pakontestuara apo zgjedhje pa probleme. Absolutisht po, dhe unë ndaj të njëjtin qëndrim, të njëjtin mendim me shumë njerëz të opinionistë qytetar shqiptar, që zgjedhjet nuk janë të lira të ndershme. Por absolutisht nuk mund të pajtohen qoftë zoti Berisha, qoftë Rama apo çdo tjetër, qoftë Rama që është në opozitë, edhe zoti Berisha tani që është në opozitë apo forcat e tjera politike, që të kemi një informim thelbësor të rezultatit të zgjedhjeve, siç ishin zgjedhjet në 97, siç ishin zgjedhjet në 96, siç ishin zgjedhjet në vitin 2001. E qartë, duhet të kuptuar çdo gjë. Sepse kur janë provat aq trashanike, aq të dukshme, një deformim rezultatet në mënyrë skandaloze, të gjithë bindet, jetë mendim pastaj edhe për të çdo gjë të tjerë, që është kjo gjë. Por çdo që thotë zoti Berisha ekzistojnë.
Sigurisht që këto janë. Ka edhe një problem tjetër që po takosh një syri, një hold, një politikan apo një ish prokurori, është mesën e 2001-shit, mesën e 98-shit, mesën e tjera. Për para primit